Tomdoshi, kreu i PSD, duket se ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama, njëherë zgjedhë kryetari i PS-s, lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Gjatë një takimi elektoral në Fier, Toshi tha se askush nuk do të ketë mazhorancë në zgjedhjet e 11 majit, duke shtuar se pa PSD-n nuk do të mundet të bëhet qeveria e ardhshme. Punoni edhe këtë javë që ka mbetur, sepse pas datës 11 nuk kanë mundësi për t'ju persekutuar më, sepse do të jenë fjarakët që do t'i japin përgjigje. Unë nuk e kuptoj që ju doni të votoni për mua dhe t'ju bëjnë presion për të mos më votuar. Nuk ndodh në asnjë vend të botës kjo. Shqipëria në 2025-ën që kërkon të futet në Europë dhe në të njëjtën kohë duan që t'ju heqin të drejtën e lirisë. Liria është vota dhe këta mendojnë se mund t'i marrin me presion. Nuk jemi kundër PS-s, jemi në garë dhe jemi kundër keq menaxhimit dhe korrupsionit. Të mundohen sa të duan, të blejnë vota, të bëjnë presione, të heqin prej pune. Nuk ka më, tha Doshi. Kreu i PSD deklaroi më tej se pas 11 majit nuk do të ketë mazhorancë pa socialdemokratët. Në qarkun Fier në 2023-shin kemi marrë 9000 vota. Unë kam ardhur vetëm sot këtu, nuk kam sjell autobus me vete. Ne do të jemi një forcë që pas 12 majit, pa ne nuk ka mazhorancë. Mua nuk më ikën elektorati sepse jam besnik. Nuk thot kush mos votoni PD-n, por mos votoni PSD-n, sepse faktikisht ne marrim vota majtas djathtas, ata që janë elektorati gri. Gjithë po vinë tek unë sepse kanë besim, theksoi Doshi.